Gjatë ndeshjes mes klubit të handbollit Shqiponia e atij Samadregja në minutën e 59, kur rezultati tregonte 21-22 për Shqiponian, Samadregjaset goditën drejt portës, goditje që u ndal mrekullisht nga portierja Teolin Queiroz. Po në atë minut, Deportimi Orgesa Goles ishte vendimtar që u konkretizua me topin në rrjet për rezultatin 21-23. Në fund, Shqiponia mposhti Samadregjën në Samadregj 22-23 për të arritur fitoren e parë në finalen e Superligës së Kosovës në handbollin e femrave. Alma Nivokazi dhe Ana Karolini Gonxhales u udhëhoqën Shqiponian me nga 6 gola, kurse te vendaset Amanda Abreu ishte më efikasja me 5 gola. Kampionit i duhen 3 fitore, ku Shqiponia do të tentojë që ta arrijë fitoren e dytë të shtunën brëma në Gjakov.